Dhënia përparësi e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve më kryesore të ndëshkimit në të dy botët, shkëputur nga libri Këshilla nga dietari Abdul bin Bas. Dhënia shumë e kuptueshme. Po, mirë, tash ne min Po, da. tu mund ta shtjellojmë pak Po, tash, ma ta bëjmë jo që është shumë e qartë, Shumë e qartë. do në thot, Sheh bin Bazi po na tregon dhe na këshillon që nëse japim përparësi jetës kësaj bote, duke mos e anashkalu botën ardhshme. Se këtu mundet mu këtë kuptu. Po. Tash ne jemi, pse Zoti na ka kriju neve si njerëz këtë botë? Për ta adhuru Zotin, po. Është e para ajo. Mirë, po na duhet me punu, a duhet me jetu, a duhet me studiu, po. Tash nuk është qëllimi këtu që ne vetëm për ahiret punojmë, vetëm për botën ardhshme, por mos tjetë qëllimi kryesor i ardhës tonë këtë botë, kjo botë. Ka njerëz që gjithë çka bëjnë, gjithë çka harxojnë, vetëm u kënaqë këtë botë. Nuk e mendojnë jetën pas Këtu është vdekjes. problemi tash. Këtu është problemi. Do të thonë ka një jetë të përhershme. Do të thonë ato stacioni i parë, jeta e secilit prej në barkën e nonës vet, stacioni i dytë, jeta në këtë botë, 50 vjet, 60, 70, 100 vjet. 900 vjet, 1000 vjet Nuhi alayhis salam, prap ka vdek. Pastaj stacioni jeta në varr, o me 1000 vjet. Që askush prej nesh harrojmë që është. Ku i kemi në prindërit tonë? Në varë jetin. Ku është Ademi alayhis salam? I parë, njeriu i parë, në varë jeton. Do më thonë tash, krejt këto janë stacione prap kaluese, kalojnë 1000, 10.000, 100.000 vjet, një ditë prej ditëve prap kena me shku në ahiret. Atje nuk ka më fund. Nuk ka fund. Sheh bin Bazi ka dash me thonë që është e vërtetë se kjo dunjë duhet të shfrytëzohet, duhet të kënaqemi, mirë po ka rregull. Duke mos i të kalu kufin të Allah subhanahu wa taala. Edhe mirë është tash me, për shembull, ne falim namazin e sabahit në xhami. Po që nuk ke mundësi në ditë të shtëpia fal. Pastaj deri në dreka ki kohë me punu sa të dush. Me punohem, me u kënaqe, me shëtite. Me hongër bureke. Po me bureke si mi të përgatësi këtu në Shkupe. Knacjes janë ndalume. Po. Sa du? Prej dreke deri në ikindi, prej ikindi deri në akşam, sa të dush kemi kohë. Kretë në varet si organizojmë kohë. Çka thot Zoti në Kur'an? Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ju jetoni kënaqëni këtë botë. Ama ahireti, ajo jeta pas vdekjes, aty jeta është më e mirë. Edhe ajo e përhershme. E tash Allah është përblef Sheh bin Bazin, i ka pas këshillat e arta. Edhe tash krenë varet kush të jep këshillën. Jo që ne nuk kemi këshillues këtu. Se në herë kena me pas këshillues. Hoxhallare, profesor, arsimtare, prindërit tonë, kujshitet tonë, haxhilerte, secili që e shef veten ose e shef të arsyeshme me dhon këshilla, ka me dhon këshilla. Po kënd varet si jep këshillat. Me çfarë njeti, në çfarë mënyre. E ke gjetë kohën, e ke gjetë vendin. Kujt ja jep këshillën. Nuk i thuhet triut që i ka 20 vjet edhe ati që i ka 60 vjet njësoj. A më kupton tash. E Sheh bin Bazi ka qenë aq burr i madh sa që këshillat e tij edhe sot ne i bisedojmë. Se nuk mundemi pa ta. Më kështu sa bukur e ka thënë ajo. Dhënia përparësi e kësaj bote ndaj botës tjetër është prej shkaqeve që ndëshkon njeriu në këtë botë. Në të dy botët. Po në këtë botë fillim. Kjo është ma katastrofë, para me mi hup edhe këtë dynjo edhe atë. Dikush barem kënaqen në këtë dynjo, sa do të që jetë e vogël. Ama mi hup të dijat është kjo... Shiva, ai që kënaqet duke i te i kalu kufin këtë botë, e ka humb botën ardhshme, tash ne nuk mundemi me i garantu askujt, si ka shpëtu dhe ka humb, po në bazë të mësimeve të Kuranit dhe Sunetit, në bazë dietarëve, mund me thonë shumë lirshëm që njeriu nëse në këtë botë asgjë nuk ban, me çka e garanton botën ardhshme. Hoç të rëmbullaksojmë këtë thonje. Do më thonë, jo mi dhon përparësi kësaj dunjoje, e cila ka fund, ka vdekje,
Po me shfrytzu ki dynjo, duke e pas qëllim dynjon e ardhshme ahiretin të cilë s'ka Tash fond. më kujtu një jetë, thotë Allahu fuqiplot, el malu wal benune zinetul hajatit dunja. Pasuria dhe fëmijët janë vetëm zbukurim i kësaj bote. Wal baqiyatus salihat. E punët e tjera janë të mira. Aludohet punët e tjera, veprat e mira që i bëjmë për Zot. Tash në këtë botë mund në 8 ditë mu marrë me fëmijët e tanë. Natën dhe ditën mund me punu për me fitu. Krejnë regulla. Duhet me punu, me fitu, duhet me punu me eduku fëmijët e tanë. Ama jo me anashkalu ahiretin. Jo me anashkalu veprën e mirë, si janë namazi, zekati, haxhi, respekti e prindërve, sadaka e dhënia, Agjërimi. agjëri. Gjithçka që sepse njerëzit realisht nëse i realizojnë obligimet fetare, kanë me qenë më të qetë. Edhe ata kanë me kuptu drejt dhe mirë se më lehtë kanë me realizu edhe obligimet që i kanë ndaj fëmijëve, ndaj punës. Punës e përditshme. Edhe ta rëmbëllëksojmë për thua. Pa qaq. A dalmi në të pyetjen tjetër. Allahu na bot për atyre të cilën Jo, e fitojmë edhe këtë dynjë po. dhe dynjën tjetër. Mos e neglizhoni këtë botë, mos e harroni këtë botë. Mirë po, punoni edhe për këtë botë, më shumë për botën e ardhshme. Atë sa jeton për këtë botë, atë jep mund. Atë sa kemi jetu atje. Shive, tash më kujtu. Kjo botë ose ur. Shembull, a ke pa ndonjë vend që ka urë e ka një shtëpi të ndërtuar mbi urë? A ka, hajtë më tregon një vend që ka urë edhe ka një shtëpi në mes të urës, ose në fillim ose në fund. Nuk ka. Ja, s'ka, ja. Pse? Po jo vetëm me kalua. Shtëpinë të mundesh me pas këndej urës ose andej. Nga në tjetër, ama jo mes të urës. Ne nëse vetëm për këtë botë punojmë, e kemi ndërtuar në mes të urës shtëpitë. A di çka i vjen? Kur të prishët ura me gjithë. Po, në fund dhe njerëzit ka marrë një projekt i ri, shko në ura me shtëpinë tonë dhe time. Asë gjanë nuk është kjo botë. Kështu është dunjoja. Asë gjanë, vallahi. Çka thot? Thot, inne me dunja fena. Ilahia që ka shpo. Po. Thot, kjo botë o kalimtare. Lejse li dunja thubut. Kjo botë nuk ka ndonjë shtil të fortë, ndonjë diçka që e mban edhe është e përhershme. Nuk ka mundësi me qenë e përhershme. Do të thonë kalimtare. Inne me dunja ke bahrin. Kjo botë o sikuraj oqeani ose deti. Jahtawi se me kanë wahut, që përmban vete deti, edhe peshqit dvegjel, mirë po ka dhe balena, ka dhe peshkaqen. Bon deti, do njëherë kuro deti i qetë, ama në moment ndryshon. Subhanallah. Edhe kjo botë, e ka qetësinë e vetë, po e ka edhe ma shumë e ka problemin si jetë këtë botë, askush mendoj që nuk e ka knatësinë të përhershme në këtë botë. Kur që janë në rahat. rahat. Jo me lloj problemi, se cili njerë është mirë ndonjëherë ta shkruan historinë e vet, se çfarë probleme, çfarë gajle ka pas, edhe me trashëguar histori që ta lexojnë fëmijët. Nipa e mbesa që mos kujtojnë që kjo botë Edhe Donald Trumpi ka probleme. Jo Donald Trumpi, po edhe para Donald Trumpit. Donald Trumpi po në me ta shoh i fortë, ka shtetin e Amerikës, e sundon Amerikën, e në thojza mundot me sundu botë. Ma edhe ajë s'ka rahatin këtë dënjo. Pare ka, kreta, ma gajleve. Nuk ka kjo botë e gajleve probleme. Para Donald Trump thamë ka pas njerëz më të forte në historie. Mbretërje. Perandori ka qene. Prap kanë shku. Asë gjanë s'kanë marrë me vetë. Vetëm se veprat. Qofshin mira apo të liga.